Edhe ky vit ka qenë shumë i vështirë, për arsye se ka pas shumë lëvizje të çmimeve për fat të keq shumica e çmimeve kanë lëvizur nga lart dhe fati dhe më i keq është se as si vjet, as kjo legjislaturë qeveritare nuk e ka njoft konsumatorin e Kosovës, nuk e ka njoft as si sovran, as si elektorat, as si konsumator, as si taksapagues dhe zgjerues kryesor të buxhetit të Republikës së Kosovës. Dhe të gjitha këto mosnjohje dëshmojnë se qytetarët konsumator nuk i është njoft dhe nuk i njihet as e drejta themelore demokratike e njerit, pra as e njeriu qytetar konsumator, dhe këto janë elemente shumë denigruese, shumë indinjuese dhe qytetari konsumator po ndjehet shumë i shkelur, shumë i diskriminuar dhe i indinjuar. Mendoj se 5 vjeçari ka shumë pak dallim, sepse me fillimin e pandemisë Covid-19 kanë filluar edhe të rriten të shtohen të lashet, sepse Covidi në erë si problem ndërkombëtar, si problem i tregut global. Pastaj filluan edhe luftrat këtu afër, duke u nisur nga Ukraina, pastaj edhe ato të tjera që shoqëruan, dhe natyrisht që të gjitha këto ngjarje, edhe CO2-shi, të gjitha këto ngjarje sikur e hoqën nga takti edhe menaxhmentin diplomatik e politik të gatishëm dhe lirik të Evropës dhe gjithë botës, dhe ne me një klasë politike dhe qeverisë të njohur, si shtet i njohur, si duket nuk ditëm të përshtatemi, s'patëm as kapacitetet të mjaftueshme, dhe jemi këtu ku jemi, të mosnjohur dhe pak të interesuar që në bashkëpunim me qeverinë të japim kontributin tonë. Qysh në rritë çmimet, në rritën edhe rrugat, edhe pensiat në rritën e krejtë. Që shkojnë çmimet, shkojnë edhe rrugat. Nuk bën më ngrit ajo rrymë, se dikush nuk ka çysh e paguën. E di këta milionierat e që janë, ata paguajnë çysh dojnë. Bullakjet as paguajnë hiç, e paguajnë do të varfit. Duhet pak ma shumë me reflektu edhe qeveria këtu pak, ani pse ajo konsiderohet si centralizëm qeveria për me ndalu rritjen e çmimeve aty pak a shumë inspekcionet me që unë për shembull shkova e mora një ditë një produkt kishte ra prej 15 euro, kishte ra në 6 euro. Po kur shkoj në banesë, diçka nuk isha diçka që nuk ka në rregull diçka i produkt, kur shkoj kish dal, i kish skadua fati. Po interesova prap me shku tuaj produkt me kqyr, që e ktheva unë ata dhe tash ai mnik me siguri për ndaj, tash ku shkova prap produkti apo kuptoj. Domethënë inspeksionet nuk punojnë. Nuk punon edhe person konsumatori këtu. Nuk është vetëm ky rast, por ka shumë raste ka. E këtu duhet pak me qenë me pas dorë shteti, inspeksionet me pas më shumë, jo më arse këtu jo s'kem numër të mjaftueshëm të inspektorëve, por ka rritje çmimeve, ka. Po kalojnë edhe çmimet që rrisin. Është që tash ne nuk mundem më nda prej botës. Jo përshënë shka është ka botë në botë, luftat gjithë kënë. Kështu që çmimet janë të parat që ku reagon edhe biznesi, por reagojnë edhe njerëzit. Biznesi reagon të i rritë çmimet, sepse janë të pasigurt për ekzistencën e të në dej nesër, mas nesër, a konsumatorët janë të paknaqur sepse rritja e çmimeve ju zbuglon buxhetin, ju zbuglon mirëqenien sociale në familjen e vet. Prandaj çmimet kur nuk janë të mira, edhe çmimet vetëm në situata kur është qetësia botërore, nivel dur, atëherë edhe çmimet mujnë më ulë.